Kështu, për këto rrugët nuk është keq, ta që me dhe komfort. Që di si të ka të mdoj e zetë që, po nuk e si ndje shumë është amortizator majer. Kabine mire, mbledh më është, të ndile dinamike, ke me masazh, ka shumë gjona pozitive. Saj, dyrt me thithi mungojnë, që si mungojnë shumë gjona në fakt saj. Ngrojftoj i ka, distronike gjitha këto i ka. Shumë makine mirë. Unë i kam pas qef, edhe i kam qef, sepse bo dhe çmimi të kesh qef, se mos në Kore këto i gjemë çmimet mira. 379 si kam qef. Motorat 4 pistonç te kjo kategori makinash nuk besoj se kanë fort vend. Nuk e blin për ekonomika, janë më shtrenjtë se i klasim. E merr motor 6 pistonç. Këto, se s'kan V8, po të kenë V8, më mirë ishte V8. Po benzi s'boni V8, 63 të kjo. Ka bëvoq 53 që është po e njëta makinë si kjo, vetëm me body kit edhe pak më shumë fuqi. Po që nuk është AMG vërtet 53. S'ka as pllakën të motorit. Po s'ka bo 63 se do binte konflikt direkt me AMG GT-n 63. Edhe AMG GT është më shtrenjtë, po të vishte 63 CLS-s, do bonte CLS-ja më shpejt, rrezik sa AMG GT-ja.